Të ndryshon diçka LDK që përmend Erben dhe mund të shmangim zgjedhjet, vazhdon të jetë opsion edhe vendimi i gjykatës ende. Praktikisht rregullorja e gjykatës kushtetuese nuk e përcakton afatin kohor se sa ditë duhet marrë mas, por njëkohësisht disa prej praktikave që kam lexuar sot gjatë ditës del që kur ka rrezikshmëri për mos riparim të një dami që mund të bëhet, atëherë reagon shpejt, pra reagon brenda 2 ose 3 dite. Në praktikat e tilla sot nuk kemi pa, nesër bën një javë nga dorëzimi i kërkesës dhe zakonisht këto kërkesa kanë qenë të pranueshme apo jo kanë marrë 3 deri në 10 ditë. Kjo është praktika dhe është vendosur një mas. Deri tash nuk ka, por nuk përjashtohet ende pra një gjë e tillë që të ndodh. Sidoqë që tjetë, nëse fillohet nga këto praktika të gjykatës dhe ku konstatohet që dami ose rreziku është real dhe mos reagimi i gjykatës, unë besoj që është një sinjal që gjasa ka ndonjë që nuk do të ketë do thot mas mbrojtësi. Kështu të paktën po duket nga këto analiza, nga shqyrtimet e mëshme të gjykatës, nga rastet konkrete e deri te kjo që quhet si rrezik real për një dam që nuk riparohet, sepse po të shkojë dhe të votohet qeveria ose të shpallen zgjedhjet, Arben, nuk ka kuptim dal gjykata kushtetuese pastaj dhe thot qyres ose konstitu domethënë kuvendi. Kjo është e para. E dyta, unë besoj që seancë do të ketë këtë të diel, sepse do të konsumohet kjo që e tha edhe Artoni si procedurë e votimit qeverisë, ani pse zoti Kurti mund të shkojë në seancë të kuvendit edhe pa një marrëveshje me qeverinë, mund të prezantojë kabinetin qeveritar, mund të hyjë në votim proceduralisht dhe një jetë gjë mos ndodh, pra mos ketë 61 vote. Dhe aty automatikisht unë besoj që pastaj aktivizohet presidentja, e cila me një konsult të shkurtër mund t'ja ofroj opsionalisht të dytit idenë e krijimit të qeverisë dhe kësaj pasi të marrë një përgjigje negative, ketë një konsult të shkurtër vetëm për datat e zgjedhjeve. Nuk është domosdoshmërisht po ashtu që 14 dhjetorit të jetë si opsion, janë 30 dhe 45 ditë. Nëse po, më shumë, më larg. Për 14 dhjetorin dhe 21 thash me informacion, nuk e thash si matematik, se matematik mund të jetë një javë pas. Jo, unë besoj që praktikisht bën më shpejt. Zgjedhjet e jashtëzakonshme se të parakohshme që quhen me kushtetutën e Kosovës, çdo herë bërë për 30 ditë. Asnjëherë nuk kanë shkuar në 45 ditë, po kanë ndodhur për 30. Pra nuk është konsumu kur koha maksimale e organizimit të zgjedhjeve për 30 ditë, KQZ është përgatitur dhe ka shku që i bie potencialisht fillimi i dhjetorit, fundi i nëntorit mund të ketë si opsion edhe datën e zgjedhjeve. E treta, politikisht me analizat dhe me gjithçka tjetër nuk çon askund pos ide se zgjedhjeve nuk ka. Vetëm e thash dhe mbram, ndoshta na del zoti Kurti na befason me diçka që ose na iluminon ndryshe me diçka që na nuk e dim dhe i bën ato 61 numra. Por deri tash unë nuk pres që të kemi diçka tjetër